Jam në skenën e Albinës Got Talent me një djalosh që nuk dua të them që shumë i talentuar sepse do e zbuloni vetëm pas pak. Diego Zelka. Diego po më tregonte edhe në backstage. Diego ka filluar këtë lidhjen e fortë me muzikën që në moshën 5 vjeçare, fillimisht me pianon apo jo? Po, kam vazhduar në fillim me pianon që në moshën 5 vjeçare, më pas në liceun artistik mendova që të kënduarit është një gjinish që më pranë publikut, kështu që ja ku jam sot, diplomuar në Universitetin e Arteve. Po, të shpjegojmë vetëm diçka, kjo nuk është skena e parë ku ti ngjitesh, sepse ke kënduar dhe jashtë shtetit apo jo? Po, unë vi nga një jetë koncertore të themi e pasur në Barcelonë, Strasburg, Tajland, deri atje. Deri në Tajland. Do ma gjepsim jo vetëm jurin, po edhe publikun që ndjek Albinës Got Talent me një material shumë të bukur sot apo jo? Shpresoj që t'ju pëlqej paqsa dhe mua dhe të arrijë atë emocion që do të përcjell me Alessandro Safina, Luna Tu. Mbetet vetëm për të shijuar këtë performancë, zonja dhe zotrinj, Diego Zelka. Suksese. Faleminderit. Quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso in secoli han solcato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli il sospiro di chi sposi adesso ascoltami. Only you can heal my soul. Luna, tu che conosci il tempo dell'eternità e il sentiero stretto della verità, dentro questo cuore mio, questo cuore d'uomo che non sa che l'amore può nascondere il dolore come un fuoco, ti può bruciare il cielo e la sua immensità e ci mostri solo la metà che vuoi, come poi facciamo quasi sempre noi, angeli di Creta che non volano, anime di carta che si incendiano, cuori come foglie che poi
Dëgjon. Urime shumë. Faleminderit. Bravo të qoftë. Edhe të bëj pak je bërë pis me Golden Buzzerin e parë se na emocionove shumë. Faleminderit. Je bërë pis me Golden Buzzerin e parë në këtë edicion të dytë nga Adelina Ismaili. Bravo. 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 E gjithë duat rokitja për Diegon. Bravo Diego. Faleminderit shumë. Borgj nuk të kishim. Djali dashur për na emocionuar kaq shumë, po ne të falenderojmë Erzeuni shumë. Faleminderit. Adelin, edhe Golden Buzzerin të parë për këtë, edhe të vetmin sepse e rikujtojmë vetëm një Golden Buzzer për secilin prej anëtarëve të jurisë. Jam pa koment, jam shumë e emocionuar. Diego është nivel tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit Diego. Unë jam Agron Llakaj. Faleminderit që solle kaq dritë sot në Albania's Got Talent me Faleminderit. zërin tënë magjik. Castro. Krijuesi ka plane për secilin prej nesh. Dikujt i jep më shumë a më pak në ato që ne i quajmë shqisa, por e thagoni i solle jo vetëm dritë. I solle një copës parajse sot. Faleminderit. Faleminderit. I shkëlqyer. I shkëlqyer. Po mendoja teksa po shijoja, jam i bindur sikur se gjithë ata që e pan performansën, unë e kam dëgjuar Alessandro Safina në live ta interpretoj këtë këngë, po sot e tutje unë do them që kam dëgjuar dhe Diego Zelkën, Faleminderit. që e ka kënduar live. Faleminderit Kështu shumë. që kjo është Misioni u përmbush domethënë. Mission completed. Finalisti i parë i këtij edicioni të dytë miq të Albania's Got Talent, Diego Zelka. Bravo.